Mirëmbrëma shikues të Star Plus, do të jemi në hapësirën e studios së hapur me mua Teodor Gjergën në minutazhin në vazhdim për të folur mbi aktualitetin dhe zhvillimet kryesore në qytetin e Shkodrës. Mbrëmja sotme në fakt është e dedikuar një hapësire të veçantë për të folur për një temë që më pëlqen shumë, për të folur për gazetarinë dhe më së miri me gazetaren kolegen time Emi Kalaja. Emi, faleminderit që je sot me mua në studio. Faleminderit, Dori, nderuar. Do flasim sot për një temë interesante ku Emi është vlerësuar si një nga 10 gratë më të arrira sipas le të themi anketës zhvilluar nga Albanian Women in Audiovisual, gratë shqiptare në median audiovizive, dhe Emi është vlerësuar një nga 10 zërat më të mirë në Shqipëri. Urime në radhë parë për këtë çmim dhe na trego pak si ishte kjo eksperiencë për ty. Faleminderit, Dori, faleminderit për ftesën, për dashamirësinë, e treguar jo vetëm në gjatë marrjes dhe pas këtij vlerësimi, por në gjatë gjithë eksperiencës tonë si koleg. Sigurisht që ishte, ne nuk punojmë për çmime, dhe ajo dihet, megjithatë kur vlerësimi është publik dhe jepet në një mjedis ku ti përballë ke gazetare të mirënjohura me më shumë se 20 vite karrierë, ti ndihesh normalisht i vlerësuar, edhe ndihesh edhe më i motivuar për next step, pra për atë çka do vi më pas. Eksperienca, kjo përzgjedhje, në momentin që mu referua, unë nuk e kuptova se ishte një diçka me një peshë të tillë, dhe kur më erdhi emaili i përzgjedhjes 3 javë më parë, i thash, është edhe habitshme ta them, i thash do e shoh mundësinë, dhe pastaj pata një email prapa vijues që më thoshte nuk është diçka për ta parë mundësinë, është diçka për të qenë sepse është vlerësim publik, dhe pastaj fillova ta kuptoj qartazi se çfarë po ndodhte. Nuk kam patur kohë as të bëj një parapërgatitje për të folur për veten në publik. Gazetaret e tjera ishin nga kryeqyteti dhe unë isha e vetmja që i vija nga rrethet, dhe ishte një fazë përgatitore. Një ditë më parë do ishim në teatrin eksperimental për të bërë prova, duke patur parasysh edhe nivelin e lartë të aktivitetit që do zhvillohej me praninë e ambasadorit të Bashkimit Evropian dhe emra të njohur dhe të spikatur të jetës publike. Por edhe aty i thash, nuk jam e disponueshme të vi 2 ditë në kryeqytet, dhe shkova të themi e pa përgatitur, megjithatë përmes autenticitetit dhe narrativës reale të asaj çka përjetojmë çdo ditë, unë arrita sigurisht të përcjell edhe mesazhet e mia dhe të mirëpritesha nga një publik pjesë e familjeve të gazetarëve, por gjithashtu edhe, siç thash, një publik i cili ishte i spikatur në jetën publike në vendin tonë. E vetmja gazetare në fakt nga rrethet në këtë përfaqësim. Sa vështirë është, pasi ai termi gazetare lokale sikur në tërësi na ka përndjekur. Po, në fakt, pavarësisht se na ka përndjekur, duhet thënë që aty ajo ishte veçantia ime, domethënë në atë përfaqësim të lartë të dinjitos të grave, të cilat kanë një karrierë, i kanë dedikuar jetën. Unë shkoja me barrën e të qenurit gazetare lokale, pavarësisht se ne punojmë edhe në mediat kombëtare dhe kemi bashkëpunime, megjithatë duhet pranuar që ne jemi kontributor të qytetit ku jetojmë, punojmë. Ndaj unë e nisa se çfarë do të thotë të jesh gazetare lokale, dhe nuk është e nevojshme të ta them ty, megjithatë publiku duhet ta di që ne jemi, është një sfidë e përditshme, ne jemi të vetëm në gjithë territorin, pra për 5 bashki, për herë vetëm do të mbulosh ngjarje, nga stadiumi në gjykat, nga përmbytja në teatr, nga protesta, ti duhet të shkosh të kapësh një lajm tjetër, pra duhet të jesh i disponueshëm për gjitha tematikat që Shkodra i ka me doza të mëdha, domethënë. Aktualiteti në Shkodër, që nga politika, ngjarjet, por edhe kultura, ky qytet ka çdo gjë me doza të larta. Andaj ti duhet të jesh edhe 24 orë në dhe kjo e rrit nivelin e përgjegjësisë, por sigurisht edhe nivelin e stresit, e akumulon dhe
Nëse më parë bënim cirk për të dërguar lajmet në kryeqytet, pra kishte vështirësi përmes linkut, përmes kasetave që duhet të dërgonin nga Radio Shkodra drejt Zogut të Zi, apo përmes më pas kur doli edhe interneti në qendra që të kishte shpejtësi, tani nuk e kemi më atë sfidë si gazetar lokal, sepse teknologjia na ka ndihmuar ndjeshëm, megjithatë është ajo sfida për të kapur lajmin e fundit dhe unë e thash edhe aty që një natë më parë kisha parë një ëndër, sikur dhe është fiks ashtu, pash ëndër, sikur isha në këtë prezantim, në këtë njohje publike dhe pata një telefonat që ka vrasje në Shkodër, di live hap kamerën. Dhe me këtë stres ne jetojmë dhe bashkëjetojmë dhe jemi mësuar ta menaxhojmë, megjithatë nuk është për herë thjesht. Jemi besoj je mësuar në përditshmëri në raportimin e lajmeve që të raportosh për ndodhin ngjarje të tjerëve. Si ishte të rrëfesh jetën tënde para një auditori? Në fakt, më duket se e kam manifestuar, Dori, sepse ka kohë që unë shoh formatet TEDx, pra shkova e përgatitur për formatin për të cilin isha thirrur dhe kisha patur edhe një rezume se si do të zhvillohej aktiviteti dhe kisha kohë që më pëlqente që ta mentoroja punën tonë, pra, por pse jo edhe të frymëzojmë, sepse kur kalon një dekadë në një profesion, pastaj është e natyrshme që ti të dëshirosh që ta shpërfaqësh dhe të përcjellësh edhe një mesazh pas një dekade punë. Dhe unë ndjeva fiks në vendin tim, edhe pse thash isha shumë modeste duke patur parasysh karrierën e të tjerave, megjithatë të flisja për veten nuk zgjodha të flas për Emin më shumë se sa për Emin gazetare, për Emin edhe si nën, edhe si familjare dhe gjetjen e këtyre balancave, por sigurisht që të jap edhe mesazhe, duke qenë se unë frymëzohem nga gratë dhe kush më je mirë e ka kuptuar, domethënë që jam mbështetëse e kauzave sociale. Për te asaj që ne ndajmë bashkë në përditshmëri dhe një gazetare e rrethesh, sa vështirë është të jetë edhe nën, edhe gazetare, sa vështirë është të jetë e lajmi fundit, sa vështirë është të menaxhoj kohën me familjen? Besoj që në kohët që po jetojmë, është e vështirë për gjithë secilin, edhe në qoftë se nuk je familjar, edhe në qoftë se të gjej atë balancën e kohës, veçanërisht me intensitetin që ka dhe energjinë që të merr puna jonë. Megjithatë, unë duhet thënë që e kam filluar gazetarinë që pasi kam kryer universitetin, pra i kam dhënë kohë vetes të përmirësohem, më pas të bëhem nën dhe më pas të kalojnë disa vite të mira para se të bëhem sërish nën. Pra kam marrë kohën time kjo jo me strategji, por që të kuptohem me një planifikim që të arrija ta balancoja në mënyrë perfekte, nuk ekziston, por që të kisha kohë cilësore dhe me më të mirën e mundshme, të kisha kohë cilësore dhe me familje dhe për njerëzit që më njohin e din që përpiqem të gjej një balancë. Vitet e fundit edhe bashorti është bashkuar ekipit të themi dhe kjo e ka përmirësuar edhe qasjen e një dyve për ta parë realitetin me të njëjtin sy nga terreni dhe edhe fakti që kemi ndërtuar biznese bashkë, e bën raportin aq të ngushtë, qoftë edhe në punë, por qoftë edhe në shtëpi dhe na jep atë marrëdhënien të themi dualizimin perfekt. Është shumë e vështirë, unë i mirë kuptoj të gjithë gazetarët të cilët janë familjarë, të cilët i marrin çdo ditë kohë familjes, fëmijëve, por pa doza sakrifice dhe pa pasion dhe pa ndihmë, sepse unë kam patur edhe ndihmën e familjes time sigurisht, nuk mund të shkëlqesh. Nuk po them që jemi në shkëlqimin maksimal, por jemi të angazhuar për të dhënë më të mirë. Andaj sigurisht që i kemi marrë kohë familjes, por jemi munduar edhe ta shpërblejmë me kohë cilësore atëherë kur kemi gjetur kohën e lirë dhe te kjo gjë për shembull, te koha me familjen, me fëmijët, nuk bëj kompromis. Ato orë që i kaloj me fëmijët e mi, përpiqem shumë që t'i kaloj në mënyrë të jem e afërt, t'i kaloj përmes bisedave, të jem e pranishme dhe të kaloj kohë cilësore, jo vetëm të jem e pranishme si figurë, por të jem e pranishme në 360 gradë dhe qoftë 3 orë, qoftë 4 orë, unë dua të jem aty dhe të ndajmë biseda dhe t'i bëj të paktën djalin e madh ta bëj shok dhe ta shohi realitetin. Ti e di që unë e marr me vete, e shokoj gjithë gazetarëve, kështu që ta jetoj edhe ai atë realitetin ton si familje. Padyshim,
folën për më shumë se një dekadë në gazetari. Ke pas momentet vështira që ke vendosë në diskutim edhe profesionin ose për të tërheq? Jo, edhe mbase mund të kemë në të ardhmen, por nuk ka patur momente të tilla që kam vënë në diskutim profesionin. Mund të kemë vënë në diskutim vendin e punës, mund të kemë vënë në diskutim se si ndihesha unë brenda një ambienti. Por gjithmonë, domethënë, kam gjetur një varg shpëtimi sepse e kam ditur që nuk ka mallkim nga ky profesion. Ka patur momente, ne dy jemi dëshmitar të një cikli vrasjesh në Shkodër, të cilët janë shoqëruar me telefonata anonime, janë shoqëruar me mesazhe, qoftë edhe me kërcënime drejt për drejta. Megjithatë nuk jam trembur dhe ka qenë një periudhë që ishte si rreth vicioz ezaurimi, thuajse një breakdown, sepse kudo që shkoje, kudo që takoje, paktën personalisht më thonin mos përmend emra, mos fol, të shohim gjithë ditën në televizion, merrja telefonata dhe dashamirë, se të lutem kujdes, dhe fillon njeriu dhe ndërgjetësohet që mos po e teproj, mos po dal nga ato shinat në të cilat ishim kondicionuar, por që situata vete e shkoj për te i parashikimeve tona. Por nuk kam në asnjë moment, dhe edhe po të kthehesha mbrapa, mund të përmirësoja diçka, por nuk do ta ndryshoja të qenurit tim si gazetare, dhe madje pata një telefonat dhe më tha që duke më përgëzuar, tha, 2 gjëra nuk imagjinoj të jesh brune dhe të mos jesh gazetare. Kështu që besoj është krijuar tashmë ai profil. Nuk e di, ka një ngjarje e cilën ke raportu që të ka mbet, që të krea një emocion sa herë që kujton. Ndoshta diçka mund të jetë diçka pozitive, diçka negative. Nuk e di, ka diçka që e cilëson? Po, janë shumë e di. Janë shumë, po ka një ngjarje sigurisht që më ka prekur dhe e kam thënë edhe më parë, dhe do e them, ka qenë pikërisht një ngjarje e cila ka shkuar përtej logjikës time si grua, si nën, dhe fatkeqësisht ka ndodhurisht azi është rasti i gruas e cila vetë mbyt ta quajmë kështu me fëmijë, me 3 fëmijë, dhe ajo si ngjarje më ka goditur si gazetare, sepse ne diskutojmë vazhdimisht që jemi bërë të fortë, jemi bërë të ftohtë, kalojmë nga një ngjarje tjetër pa vëmendje, por ajo nuk ka shkuar pa vëmendjen time. Si grua e kam përjetuar shumë keq, si nën e kam përjetuar shumë keq, si qytetare e Shkodrës, sepse pati një moment madje në studio ku më pyet si mund të ketë ndodhur ai moment, si kanë qenë momentet e fundit të atyre fëmijëve, dhe vetëm përfytyrimi që më erdhi mua në mendje ishte që mu mblodhën lotët në gryk dhe fjalët nuk po me dilnin, dhe fatmirësisht pata një feedback nga studioja e cila tha që e kuptojmë dhe kalojmë në hetime, pra u anashkalua, po ka qenë shumë e vështirë një përjetim dhe një përfitërim, një ngjarje të cila mund ta konsideroj më të vështirën apo më të rëndën në 20 vitet e fundit. Dhe më shumë ndihesha keq se ne si shoqëri nuk e kishim kuptuar atë grua, nuk arritëm të bënim diçka për të shpëtuar ato engjëj. Dhe asnjëherë nuk e dim se çfarë përjeton dikush tjetër. Nuk e dim se ku ndahet kufiri mes logjikës dhe çmendurisë. Besoj do të keni edhe lajme të bukura padyshim. Padyshim, ka patur shumë lajme të bukura, por lajmet më të bukura për mua nuk janë investigimet, sepse unë jam marrë edhe me analizat të thelluara dhe investigime. Lajmet më të bukura për mua mbeten ato të cilat ofrojnë zgjidhje. Domethënë, e kam qenë në fillim të punës sime, edhe kur nuk dija ta mbaja mirë mikrofonin, edhe kur nuk i dija institucionet dhe emrat e drejtorëve, kërkoja, sepse nuk kam qenë sigurisht kjo jemi që ne jemi në një proces evolimi, përmirësimi, dhe fatmirësisht dol diçka e tillë, që ti kur kthehesh pas e shes që je përmirësuar, dhe kjo është për të vlerësuar tek gjithë secili. Por
kam qenë gjithmonë e orientuar dori drejt gazetarisë e cila ofron zgjidhje. Pra, sa herë që ka patur një lajm problematik, unë kam shkuar në redaksi dhe edhe kur thash nuk i kam kuptuar ndoshta funksionimin hallkat, kam kërkuar gjithmonë si mund të zgjidhet dhe sa herë që ka patur zgjidhje për ato lajme, sa herë që ajo problematik ka marrë zgjidhje, unë nuk jam gëzuar asnjëherë që të publikoj një skandal, të bëj një skup apo diçka e tillë. Unë jam preokupuar gjithmonë si zgjidhet halli këtyre njerëzve, dhe kur kam gjetur atë zgjidhjen që është ofruar qytetarit të thjesht apo në base një komuniteti apo jam ndjer mirë dhe kjo më ka lumturuar dhe sigurisht që është edhe një motivim për të vazhduar punën dhe për të mos bërë thjesht një pasqyrim. Jemi mbyllje të kësaj bisede. Në fakt dhe do nga ju një mesazh gjitha të vajzat, gjitha të gratë cilët duan zgjidhin gazetarin, por për arsye të ndrojtjes, frikës apo ndoshta edhe të paragjykimit, lëkunden për të bërë këtë zgjedhje. Cili është mesazhi? Po, në fakt kur kam nisur në gazetarin, kemi qenë brezi pari diplomuar për gazetari dhe besoj që ato gra, ato vajza që dëshirojnë e kanë rrugën disi të shtruar, edhe unë e kam patur të shtruar nga emra të mirënjohur gazetarës që kanë punuar, dhe kujtoj këtu të ndjerën Alina Dushi, por edhe kolegen time Brunilda Dibra, profesoreshën Rezarta Dracini, pra e kemi patur rrugën të shtruar nga gazetarët të cilët kanë qenë shumë të përkushtuar edhe model në jetën e tyre, por tani besoj e kanë më të thjeshtë edhe për çështje, nëse flasim për paragjykime, unë për vete nuk jam dalur asnjëherë. Ato që më njohin e din që unë nuk jam dalur asnjëherë nga paragjykimet, i kam anashkaluar dhe kam parë vetëm drejt dhe vetëm kështu mund të... Por nuk është kjo një thirrje vetëm për të ndjekur gazetarin, sigurisht është një thirrje për të ndjekur ëndrat e tyre, sepse nëse ti punon me pasion, në qoftë se ti i përkushtohesh, shpërblimi do të vi, njohja publike do të vi dhe do të gjesh hapësirën tënde në këtë oazë ku është i vështirë, por ka shumë burime, kurse për gazetarinë e them gjithmonë, ja kam thënë gazetareve të reja dhe shpeshherë jam ndjer sikur fjalët e mia nuk po zinin vend. Megjithatë vazhdoj ta them që gazetaria është ajo kutia magjike që të hap shumë dyrë, që ti bëhesh e njohur, që ti krijon emrin tënd, por gjithashtu edhe impakton në shoqëri. Dhe nuk duhet thjesht ta mendojmë largimin nga Shkodra drejt kryeqytetit apo drejt shteteve tjera. Ne kemi patur të gjitha shanset dhe nuk mendoj që do të isha më mirë në një vend tjetër. Mund të isha më mirë mbase ekonomikisht, mbase stabilizuar, por nuk do t'isha vetvetja, pra e realizuar në atë që ndjehem. Ndaj, sigurisht që për gratë dhe vajzat kam apel që të ndjekin ëndrat e tyre, që të mos ndalen, që të mos bien prej e paragjykimeve, por të vazhdojnë me pasion të gjitha ëndrat, sepse jeta në fund i shpërblen guximtarët. Ishte kënaqësi të ndanim këtë bisedë bashkë dhe shpresoj që t'jemi edhe herë tjerë për të raportuar vetëm lajme të mira. Shpresoj për ne dhe për gjithë qytetin. Faleminderit. Faleminderit. Miq të Star Plus, ishte gjithçka që kishim përgatitur për mbrëmjen e sotme. Ju lënë në shoqërinë e programacionit në vend nga unë Teodor Gjerga. Natën e mirë dhe mirë takofshim.